Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Celuliti është një nga ato gjëra që pothuajse çdo grua njeh shumë mirë. Ai shfaqet si një pamje valzuar në lëkurë, zakonisht në zonën e kofshëve, vitheve dhe barkut, dhe ndonjëherë bëhet shkak për pasiguri, sidomos gjatë verës. Por ka një të vërtetë e rëndësishme. Celuliti është plotësisht i zakonshëm, nuk lidhet me peshën trupore dhe nuk është asnjëherë diçka e rrezikshme. Megjithatë, ushqimi që zgjedhni çdo ditë mund të bëjë një ndryshim shumë më të madh se sa mendoni. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Dieta luan rol të madh në cilësinë e lëkurës, në qarkullimin e gjakut, në balancimin e lëngjeve dhe në mënyrën se si trupi depoziton yndyrën. Ka ushqime që e përkeçojnë celulitin, si sheqernat, kripa e tepërt dhe yndyra trans. Por ka edhe ushqime që realisht ndihmojnë në përmirësimin e lëkurës dhe në uljen e dukjes së celulitit. Gjithçka fillon me hidratimin. Lëkura që është e shëndetshme dhe hidratuar duket më e lëmuar, më elastike dhe më e fortë. Perimet dhe frutat që kanë sasi të lartë uji janë të jashtëzakonshme për këtë qëllim. Kungulli, kastraveci, shalqiri dhe agrumet, si portokalli dhe limoni, ndihmojnë trupin të largojë toksinat dhe të ruajë balancën e lëngjeve. Ky proces e ul fryrjen e indeve, që është një nga faktorët që e bëjnë celulitin të duket më i theksuar. Një tjetër element i rëndësishëm janë antioksidantët. Ato janë si mburoja e trupit kundër radikaleve të lira, të cilat ndikojnë në dobësimin e lëkurës. Sa më i ulët të jetë kolagjeni natyral i lëkurës, aq më e dukshme bëhet pamja e celulitit. Ushqimet e pasura me antioksidantë, si frutat e pyllit, boronicat, shegët, qershit, portokajt, por edhe brokoli, spinaqi dhe domatet, ndihmojnë në forcimin e lëkurës dhe përmirësojnë elasticitetin e saj. Lëkurë më elastike do të thotë celulit më pak i dukshëm. Acidet yndyrore omega 3 janë një tjetër aleat i fuqishëm. Ato gjenden tek salmoni, sardinat, arrat, farat e lirit dhe avokadoja. Omega 3 ndihmon në uljen e inflamacionit, që është një nga arsyet pse celuliti duket i theksuar. Për më tepër, yndyrat e mira përmirësojnë strukturën e qelizave të lëkurës, duke e bërë atë më të fortë dhe më të dendur. Kjo ka një efekt të qartë në pamjen e jashtme të zonave me celulit. Fibrat janë një tjetër komponent i rëndësishëm ushqimor që shpesh nënvlerësohet. Ushqimet me fibra si tërshëra, dritrat integrale, bishtajore dhe perimet jeshile ndihmojnë trupin të përpunojë më mirë ushqimin dhe të mbajë një sistem të shëndetshëm të tretjes. Kur trupi eliminon më mirë toksina, qarkullimi i gjakut përmirësohet, indet fryhen më pak dhe lëkura duket më e shëndetshme. Një trup i pastër nga brenda reflekton qartësisht në sipërfaqe. Edhe proteina luan rol. Ajo është e domosdoshme për ndërtimin e muskujve dhe për prodhimin e kolagjenit, një nga elementet kryesorë që mban lëkurën të fortë. Proteinat e mira si mishi i bardhë, peshku, vezët, djathi i freskët, jogurti natyral apo bishtajoret ndihmojnë trupin të ndërtojë strukturë të fortë të indeve dhe të zvogëlojë pamjen e gropsave në lëkurë. Një kategori tjetër ushqimesh tepër të dobishme janë ato që përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Celuliti shpesh është i lidhur me qarkullimin e ngadalt, kështu që ushqimet që e nxisin atë mund të sjellin ndryshime të dukshme. Xhenxhefili, limoni, speci djegës, çaji i jeshil dhe hudhra ndihmojnë enet e gjakut të punojnë më mirë dhe të transportojnë oksigjenin në mënyrë më efikase në zonat ku lëkura ka nevojë për rigjenerim. Kjo e bën lëkurën më të shtrënguar dhe më të gjallë. Edhe lëngjet natyrore të trupit kanë rëndësi. Celuliti shpesh bëhet më i dukshëm kur trupi mban lëngje, gjë që ndodh kur konsumojmë shumë krep. Ushqimet që ndihmojnë në balancimin e sodës dhe kaliumit janë shumë efektive në këtë drejtim. Bananet, avokadot, patatet të ëmbla dhe portokajt ndihmojnë trupin të heqë qafe ujin e tepërt, duke ulur menjëherë fryrjen dhe pamjen e zbutur të lëkurës. Dhe një detaj i fundit që është paq i rëndësishëm sa ushqimet është vazhdimësia. Asnjë ndryshim në dietë nuk jep rezultate brenda natës. Për një ushqyerje më shëndetshme, me ekuilibruar dhe me produkte që ndihmojnë lëkurën, qarkullimin dhe hidratimin, me kalimin e javëve fillon të sjellë përmirësime të dukshme. Lëkura bëhet më e lëmuar, më e fortë dhe më e shtrënguar, dhe celuliti natyrisht zvogëlohet. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe koment.